Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam nga Shqipëria dhe disa vite më parë u nisa për studime në Rumani. Ishte një nga ato vendime që i merr me zemër më shumë se sa me mendje. Doja të ndryshoja jetën time, të shija diçka ndryshe, të largohesha pak nga rutina dhe nga ajo ndjesia që çdo gjë ishte e paracaktuar. Kur mbërrita atje, gjithçka më dukej e re. Gjua, njerëzit, mënyra si jetonin. Në fillim ndihesha i humbur. Ditët kalonin mes leksioneve dhe dhomës së vogël kur rija vetëm, duke menduar për shtëpinë. Por universiteti ishte një vend që të detyronte të dilje nga vetja. Student nga vende të ndryshme, kultura të ndryshme. Dal nga dal fillova të flas më shumë, të njoh njerëz, të krijoj një rreth të vogël. Dhe pikërisht aty njoha atë, Marizhanën. Ishte në të njëjtin kurs me mua. Nuk ishte nga ato vajza që bien me njëherë në sy për zhurmë apo për sjellje të tepruara. Përkundrazi, kishte një qetësi që të tërhiqte. Fliste pak, por kur fliste kishte peshë. E kujtoj herën e parë që folëm bashk. Ishte një bisedë thjesht, por ishte në lidhje për një projekt. Asgjë veçantë. Mënyra se si ajo më dëgjoi më bëri të ndihesha shumë ndryshe. Sikur për herë të parë dikush po më kushtonte vëmendje të vërtetë. Nga ajo ditë filluam të flisnim më shpesh. Në fillim flisnim vetëm për mësimet, pastaj për gjërat e zakonshme, pastaj për gjithçka. Kafe pas leksioneve u kthyen në rutinë. Shëtitjet në mbrëmje u bën pjesa më e bukur e ditës. Flisnim për familjet tona, për ëndrat, për frikrat. Ajo më tregonte për jetën e saj, për mënyrën se ishte rritur. Unë i tregoja për Shqipërinë, për familjen time, për gjithçka që më mungonte. Dhe pa e kuptuar, fillova ta pres çdo ditë. Fillova të buzëqesh pa arsye kur më shkruante. Fillova të ndjej diçka që nuk e kisha ndjer prej kohësh. Një mbrëmje, ndërsa po e shoqëroja për në shtëpi, ndodhi momenti që ndryshoi gjithçka. U dal në mes të rrugës, më pa në sy dhe më tha: "Më pëlqen kur jam me ty." Ishte një fjali e thjesht, por për mua ishte gjithçka. Nga ai moment nuk ishte më kthim pas. U afruam akoma më shumë. Filluam të kalonim pothuajse çdo ditë bashk. Ishim të lumtur në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Pa plane të mëdha, pa premtime të rënda. Vetëm të pranishëm për njëri tjetrin. Por çdo histori e bukur ka një moment që e vën në sprovë. Dhe për ne ai moment erdhi krejt papritur. Ishim ulur në një kafene pranë universitetit. Po flisnim për vendet nga vinin studentët e tjerë, për kulturat dhe për ndryshimet. "Unë jam nga Serbia", tha ajo me një qetësi të plotë. Në atë moment ndjeva sikur dikush më ndali kohën. Nuk reagova me një herë, vetëm e pash. Për herë të parë në mendjen time nuk ishte vetëm ajo. Ishte historia, ishin fjalët që kisha dëgjuar që i vogël, kujtimet kolektive, ndjesitë që nuk i kupton plotësisht, por që i mban brenda. U ndjeva i ndarë në dysh. Përballë meje nuk ishte vetëm një serbe. Ishte Marizhana, vajza që më kishte bërë të ndihesha gjallë në një vend të huaj, vajza që po dashuroja. Ditët që pasuan ishin shumë të vështira për mua. Ajo nuk ishte ndryshuar, por unë po. Fillova të mendoj për gjërat që më para nuk i kisha menduar, për familjen time, për mënyrën se si do e prisnin këtë lajm, për atë që do më thoshnin të tjerët, për të ardhmen. Në një moment vendosa t'ua them: "Telefonata me familjen ishte shumë e rëndë." "Nuk është e lehtë kjo", më thanë. "Këto gjëra nuk pranohen, do kesh probleme." Nuk më thanë jo drejt për drejt, por gjithçka që thanë ishte jo. Dhe ajo më rëndoi shumë. Fillova të tërhiqem pa e kuptuar, nuk isha më i njëjti, nuk flisja si më parë, nuk qeshja si më parë, dhe ajo e vuri re me një herë. "Çfarë po ndodh me ty?" më pyeti. "Nuk jem më ai që isha." Nuk dija si t'ja shpjegoja. Si t'i thoja që problemi nuk ishte ajo,
por gjithçka që qëndronte pas saj. Kur më në fund i tregova, ajo më dëgjoi pa më ndërprer. Pastaj më tha një fjali që më mbeti për jetë. Unë nuk jam historia jote dhe ti nuk je historia ime. Ajo kishte të drejtë, por realiteti ishte më i fortë se ne. Ditët kalonin dhe unë ndjesha gjithnjë e më i ndarë, mes asaj që ndjeja dhe asaj që mendoja se duhet të bëja. Ajo u lodh, e kuptoja në sytë e saj, në mënyrën si më shikonte. Në një mbrëmje më tha, je duke më humbur dhe nuk po lufton fare për këtë gjë. Nuk pata çfarë t'i them, sepse e djej që ajo kishte shumë të drejtë. E doja vërtet, por nuk po luftoja për të. Një ditë ajo vendosi të largohej, pa dram, pa zhurmë, vetëm me një përqafim të gjatë dhe një heshtje që thoshte gjithçka. Kur e kuptova sa shumë e doja, ishte tepër vonë. Sot pas gjithë kësaj kohe shpeshherë e kujtoj. Jo me mlef, jo me pendes, por me një lloj qetësie të dhimbshme. Unë e di që ajo që ne kishim ishte shumë e vërtet, por nuk ishte e mjaftueshme. Ndonjëherë dashuria nuk humbet nga mungesa e ndjenjës, por nga mungesa e guximit. Dhe unë e kuptova këtë gjë shumë vonë.